gara ka kuptim kur janë 61 vota në dispozicion, por kur duhet 81 duhet konsenzus dhe unitet. Këtë s'është arritur. Çka ju tha zoti Kurti dhe a pajtoni që të propozoni një kandidat për president nga PDK? Shqo për garë, LDK-ja nuk beson se ka zgjidhje. Është procedurë e para përcaktuar për dështuar. Pra nëse vendos lëvizjeve vendosje dhe PDK-ja të ketë garë, atër shkojmë në zgjedhje pas gjitha gjasave, sepse si do t'i bëjnë 80 vota, por konsenzusi bën president. LDK-ja ka qenë angazhuar të gjej president. Pra të gjej një emër konsensual, jo zgjatim të qeverisë, pra mos jetë vazhdimsi e qeverisë, për një qeveri që ka 51% të votave, presidenti duhet të ishte një kundërbalancë. Nuk ka emër, nuk ka proces konsultativ tutje sa po kuptoj dhe tani duhet presim 2-3 ditë të ardhshme për të kuptuar vendimin e kryeministit Kurtit. E keni përmendur si opsion edhe marrëveshjen politike me vendosin që sot nuk keni duke përmend, a është halon në tavolinë? Jo. Edhe çka saktësisht do thoshte? Herën e kaluar i kemi pas 3 alternativa. Para ka qenë imponimi, të cilën e heqëm prej tavolinës me një herë. Më pas ka qenë marrëveshja politike dhe konsenzusi. Në parim, kryetari vetëvendosjes ka kërkuar 85 vota, që do të thotë se marrëveshja politike me LDK-n s'bëhet për 85 vota, pra nuk ka pas as parakushte, as diskutime për marrëveshje politike. Pra jo s'kemi folur për marrëveshje politike, as me lëvizjen vetëvendosje, as parti tjera në mesvete në këtë fazë, sa kam kuptuar nuk kanë diskutuar. Apo isheni më të afërta, zgjedhjet e reja apo një zgjedhje për presidentin dhe pse po mendoni që nëse ka garë shkohet në zgjedhje se 81 deputet, këtë 10 deputet hyjnë vetëm 2 raundet e para dhe ju në tretë? Atëherë le ta provojnë garën, por LDK-ja i sugjeron që të provohet konsenzusi para garës. Cili është qëndrimi juaj për Vjosa Osmani? Ne nuk kemi qëndrim për emrat përveçëm, por s'kemi thënë asnjëherë që kemi apo s'kemi vot për zonin Osmani. Po natyrisht jam takuar, si jam takuar. Momentalisht s'keni emër për LDK-s për kandidat potencial. Edhe një herë. Kandidat potencial për LDK-s nuk ka, domethënë për jo, shqyqani në qoftë se s'kemi pas marrëveshje politike, s'mund të ketë kandidat. Kandidati për president bëhet me konsenzus. Kështu ka qenë historia politike e Kosovës dhe zgjedhjes presidentit. Kush do të sjellë këtë konsenzus tash? Familja Jashori ka thonë ju. Po, prandaj unë do të presja që ne partitë politike diskutonim për emra, po s'kishte emra, s'kishte propozime, s'kishte as vullnet për konsenzus. Tani ne do ta trajtojmë këtë çështje brenda grupit parlamentar, por LDK gjithmonë ka qenë në përgjegjshme ndaj institucioneve, por natyrisht imponimet nuk janë zgjidhje adekuate për LDK. Shqyqani në shkrime LDK s'mund të ketë para skënd, sepse i ka vetëm 15, duhet 30. Neve nuk na ka ardhur askush me 15 në shkrime për të kërkuar edhe 15 të tjera. Neve nuk na është propozuar asnjë emër për të kërkuar votat tona. Pra, në këtë fazë nuk kemi qëndrime refuzuese ndaj askujt. Jash më pak ndaj zonës së Osmanit. Do takoheni prapë. Edhe një herë. Takoheni prapë. Sipas gjitha gjasave vështirë, por nëse ka zhvillime të reja, do ta kemi takimin e radhës për cilën do të njoftoheni ju të gjithë bashkë. Nuk është kërkuar për asnjë moment deri më tani që të ndodhë një gjë e tillë. Asnjë takim deri më tani nuk ka pas një kërkesë të tillë, prandaj s'mund të flas. Jo, ne kemi komunikime të rregullta institucionale dhe flasim për çështje me interes të përbashkët, pra edhe njerëz kemi pas refuzim asnjëherë, por nuk është prezant një emër i tillë. Kaq. Ju falenderoj shumë.